Përshëndetje nga sofra shqiptare. Përsëri kam sjell recetën e një syfyri të shpejtë dhe të shëndetshëm. Përgatitja e thjeshtë, besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij syfyri të shëndetshëm. Unë më shumë i preferoj syfyrat e shëndetshëm. Jam duke përgatitur një pjatë. Zakonisht kur ta përgatitni këtë syfyr e përgatitni nga iftari, pas iftarit domethënë, në një shtoj një banane të prera në feta të holla, kështu. Ja shtoj dikon rreth 100 gram me fruta të malit. Tash me një pirunit bëjmë përzierjen e bananeve, që t'i bëjmë bashkë me frutat e malit. Mund të përdorni vetëm jedra nëse doni, po kështu me frutat përzira shumë e mirë do del. Kam bërë përzierje, tash shtoj 4 lugë gjelle me tërshër, 1 lugë gjelle me fara chia, 150 ml me qumësht dhe 2 lugë gjelle me kos. Përgatitja shumë e shpejtë, nuk ju merr shumë kohë dhe fitoni një syfyr shumë të shëndetshëm, të shijshëm, cili ju mban të ngopur gjatë gjithë ditës. Dhe nuk shtoni pesh nëse e konsumoni, vetëm tash përzit mirë masën. Kam përzit masën mirë. Tash pjatën kështu e mbuloj me një foli najloni. Dhe masën e vendosi në frigorifer të qëndroj deri në syfyr. Në syfyr e kam largu pjatën nga frigoriferi, ja largoj folin e najlonit. Sipër i shtoj përsëri fruta të malit, si dekor, pak banane të prerë në feta të holla, arra, disa thelbi, apo ndonjë frut tjetër të thatë, varet nga dëshira juaj. Dhe në fund ja shtojmë pakës mjalt. Mjaltën ja shtojmë sipas dëshirës. Dhe syfyri është gati për konsumim. Ta marrim kështu një lugë dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë dhe shija shumë e mirë. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë syfyr të shëndetshëm, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.